Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga I falë dhe ndihmë kërkojmë. Të ndershëm vëllezër, dersën e kaluar u munduam ta shtjellojmë një histori ose historinë e vajzave të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dersën e kaluar folëm për dy vajza të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Zejnebën dhe Rukijen apo Rukajen. Sot do të flasim për Kulthumin edhe për Fatimën radhiyallahu anha. Të ndershëm vëllezër, normale që secila vajzë e Muhamedit sallallahu duke pas parasysh që baba I tyre ka qenë pejgamber, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, normale që janë rrit ata me edukat, me moral të lartë, kanë qenë të butë si njerëz, kanë qenë turpshme nivel, kanë qenë të respektueshme në nivel. Po në histori thuhet që Kulthumi ka ngjajt shumë nanës vet Hatixhes radhiyallahu anha. Duke pas parasysh që Hatixha ka qenë me edukat shumë nivel të lartë, thuhet që Kulthumi, jo që tjera s'kan pas edukat, kanë pas shumë, mirë po tash secili njeriu karakter në vetë, nuk mund është dy njerëz me I gjetë njësoj. Pa tjetër njëri të ketë ma shumë se tjetëri diçka. Treguam që njëra prej vajzave të Muhamedit sallallahu ka qenë e martuar me djalin e Ebu Lehebit, po edhe Kulthumi ka qenë për djalin tjetër të Ebu Lehebit. Më thonë, dy djemë të Ebu Lehebit I kanë pas dy vajzat e Muhamedit sallallahu. Por në momentin që dersën e kaluar treguam, prapë të përsërisim, çka ndodhi? Në momentin që zbriti surja Tabbat yada Abi Lahabi wa Tab, atëherë ata u munduan ta nënçmojnë Muhamedit sallallahu me I bënën tallak, I shkurorzuan vajzat e Muhamedit sallallahu për me nënçmu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe djali I dytë e Ebu Lehebit e bën tallak ose e shkurorzon Kulthumin. Por kjo ka ndodhur pasi që ka filluar shpallja e Kuranit. Domethënë të kanë jetuar në martesë disa vite, pastaj pasi që erdhi Kurani, edhe njerëzit janë nisën me pranu fejt, Ebu Lehebi normale që e kundërshtoi, edhe atëherë Allah subhanahu wa taala e zbret surën Tabbat yada Abi Lahabin wa Tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab deri në fund. Të ndershëm vëllezër, pejgamberi sa më tha, nëse ki thotë e lën vajzën time, Allahu do t'i jap për diçka më të mirë. Ka lutu te vajza vet. Normale që unë edhe dersën e kaluar e përmendëm, po e potencoj edhe sot shkurrëzimet nuk janë të lehta, inshallah Allahu askënd nuk e sprovon. Jeta në Mekë normale që ka vazhduar në përndjekën, presion, me dhunë. Edhe Kulthumi jetë në shtëpinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka përjetu shumë tallje, shumë presion, shumë poshtrime nga kurishitët, nga mushrikët e Mekës, pse vetëm se ka qenë vajza Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E kanë poshtësuar, e kanë nënçmuar. Mirë po ajo s'ka dorëzuar asnjëherë. Ka vazhduar me besimin në Allah subhanahu wa taala dhe duke e mbrojtë dhe përkla babën e vet këtë rast Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur fillojnë muslimanët të emigrojnë në Medinë, edhe Kulthumi bashkë me familjen e vet emigron në Medinë. Njerëzit e fundit që kanë emigruar në Medinë janë Muhamedi sallallahu, Ebu Bekri. Këtë tjerë kanë shkuar më herët. Domethënë I fundit që e kalon Mekën ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me shokun dhe dostin e tij të ngushtë Ebu Bekr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Pero pasi që shkojnë në Medinë të ndershëm vëllezër, atëherë pasi që vdes Rukia ose Rukaje, bashortja e Uthmanit radhiyallahu anhu, vajza e Muhamedit sallallahu, që e përmendëm dersën e kaluar, kalon një kohë, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Kulthumin e marton për Uthmanin. Do të thonë vajzën tjetër Kulthumin ja jep Uthmanit radhiyallahu anhu, edhe muslimanët ato besimtarët Medinë kështu e kanë quajtur, I ka thonë një bekim I madh
për Uthmanin radiallahu anhu, dhe në historinë islame Uthmani quhet Dhun Nurejn. Dhun Nurejn i vjen njeriu i dy dritave. Do me thonë njeriu që i ka pas dy drita, e ka pas edhe Rukijen, pastaj Kulthumi. Të dërshë vëllezër në sqarim, shembull, nëse vdes njëra motër, në fenë islame është e drejtë, do me thonë nuk ka haram, me marrë motrën tjetër. Mirë po në asnjë rast, nuk është e lejuar me dy motra me i marrë për njerë. A u kuptum? Dy motra nuk lejohet në asnjë rast. Allah subhanahu wa taala në Kur'an e ka ndalu. Këtë e keni për hatur, në di që e dini, po t'ja u përkujtoj vetës dhe juve. Do më thonë, me qenë se ka vdek, një orë ka ndodhë kjo dhe për para, që në histori që shqiptarë ka ndodhë, u ka martu, ka vdek një orë, pas të ato e ka ndodhë motrën tjetër. Kjo histori e ka një prejardhje në shqiptarë që e kena bon kështu në musliman, por shkak se që edhe Uthmani radiallahu anhu është ai i cili ka vdek njëra prej vajzave musliman, pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë vajzën tjetër Kulthumin. Normale tash edhe kjo ka pasur smundjet e veta interesant, Zoti kur don me isprovu njerëzit i sprovon. Para mendoje tash ne mundemi me thonë si be ka mundsi vajzat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kaç sprovume. Po edhe kjo ka qenë shumë e semur, nuk ka pas fëmijë, Zoti nuk i ka dhënë fëmijë, por as ka kishë shfrytëzoj rastin edhe ta lut Zotin se ne shumë njerëz kemi që njohim, mirë po e kanë këtë problem. Kjo punë nuk është në dorën time, as në dorën askujt. Është në dorën e Allahu subhanahu wa taala. Nëse ka qenë sprovu edhe vajza Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se Zoti nuk i ka dhënë fëmijë. Nëse ndonjërit i ka ndodhur ose mosi dikujt tjetër, duhet me mos sabër dhe me lut Allahun që Allahu subhanahu wa taala këta njerëz nëse i ka sprovu me këtë sprov, vallahi nuk ka me i lënë pa të mira edhe në këtë botë edhe në botën e ardhshme, inshallah. Të dashur vëllezër, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shumë mërzit kur i vdiq. Do më thonë nga smundja e madhe që e pat vdes Kulthumi, edhe Muhamedi sallam e ka falë xhenazën vetë. Do më thonë, ndonjëherë s'ka ndodhur kur i vdes Rukia u tregum që ka qenë luftën e Bedrit, vetëm kur ka ardhur, ka shku te varri. S'ka pas mundësi as me pa xhenazën, as me, ka qenë luftë. Mirë po në këtë rast, kur i vdes Kulthumi, është prezent vetë, edhe e falë namazin e xhenazës, edhe sahabët, shokët e vetë, tregojnë dhe thonë, shumë be ishtë mërzit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Shumë ka qenë i prekur nga ky rast, sepse ka qenë vajza e dytë që i ka vdek duke aludur gruaja e dytë Uthmanit radiallahu anhu, para mendoje Uthmani sa është mërzit. Mirë po, të dashur vëllezër, njerëzit duhet me qenë të durueshëm, pa marrë parasysh çfarë sprove mundet me na ndodh. Duhet me pas moral, do me thonë tash jam të nxjerr dobit nga kjo histori. Pse? Se edhe Uthmani këtë rast ka bon sabër, po edhe Kulthumi ka bon sabër për sigurtimin në çmive, probleme. Edhe dini sa vjet i ka pas kur ka vdek? 27 vjet. Asnjëra vajzë mos nuk i ka kalu 30 vjet. Ne për shembull i bëjmë 50, 60, 70 vjet. Shumë lloj-llojshmëri të mirave dhe prap kena qef edhe një 70 tjera, edhe një 70 tjera. To këtë treja kanë vdek. Këtë treja më çfarë histori të dhimbshme kanë. Sa problemet, me sa probleme janë bollavatë. Jo rastisht unë e zgjedha që me përmend të historia që të nxjerrim në mësim. Edhe tash edhe gruaja duhet me përkra burrin e vet, por edhe burri duhet me përkra gruan e vet. Edhe kur janë mirë, edhe kur janë keq. Edhe kur janë shëndosh, edhe kur janë semur. Mos e harroni këtë. Nuk mundet burri, vallave gruan e kam smund, po kush i ban për hizmet, nuk mundem me i ban, ja, të kemi i ban. Pse duhet gruaja ti me të bëj hizmet, e ti s'duhesh me i bëj hizmet gruas tonë? Njësoja. Me thonë, këto janë rregulla që feja i ka sqaru. A ne nëse i bëjmë ndryshe, nuk i bëjmë se jena musliman të mirë, se hiç nuk jena musliman mund me i bën. Nuk mundet ti, për shembull, me pretendu se valla unë jam burr i madh, unë jam asgane, dikush jam unë, me gruan ka më marr, ja. Nëse është marrë Uthmani radiallahu anhu me gruan e vet, i ka ndihmu, nëse është marrë Muhamedi sallallahu me gruan e vet i ka ndihmu,
pse ne mos më marrim, nëse ka e marrim historinë tash ne. A nëse doni edhe historinë thojse evropiane, këto ala ma shumë ju bëjnë hizmet grave vete, veç na për filma e tregojnë ndryshe. Na për filma na tregojnë ndryshe se bollaki duhet, jo. Ama kështu për një jetën reale, vallahi secili mundohet një jetë të çon normale me bashkëshortën e vet ose bashkëshortja me burrin e vet. Sidoqoftë, të dashur vëllezër, vajza e katërt e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është Fatimia radhiyallahu anha. Fatimia ka lindë në kohët më të vështira që i ka ndodhur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Mekë. Ajo ka qenë më e vogla prej vajzave, prej fëmijëve, edhe e ka pa direkt çdo life të ja poshtru babën, të ja nënçmu babën. E dini për fëmijën sa keqa kur e shef të ja nënçmu babën. S'mundet me haru lehtë. Ata persekutimet, ata dhimbjet që i ka përjetu gjatë shpalljes së Kuranit, gjatë zbritjes së ajeteve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, si është ballavaçu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me mushrikët e Mekës e kështu me radhë. Mirë, po një ditë prej ditëve, një ngjarje që i ka ndodhur dhe shumë e ka ngushtuar, shumë ka mërzit Fatimia radhiyallahu anha, ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Kabe, duke e fal namazin, edhe këta idhujtarët mushrikët e Mekës e kanë pa që është duke u fal edhe kanë marrë një plancë të devës, ama devja e ngordhur ka qenë. Devja e coft, e ngordhur, e kanë marrë plancin asaj, do më thonë, kur them e ngordhur, erën e ka ende më të keq. Se sa, nëse ka qenë gjallë e kena therë devën, edhe është planci, ende ka gjak, mundet me pas era, ama jo shumë të keq, apo? Ama kafshë e ngordhur dhe ka erën më të keq. Edhe i planci i devës, para mendoj, duhet me pas më shumë se 200-300 kg. Me siguri, po. Ndoshta e kam gabim se nuk e kam të lexuar, po them, të pak me taminin jam të fol. Nëse një plan si lopës i ka kujt unë, për me 50 kg e devës, me siguri 2-3 herë më shumë. Edhe ja kanë hudh tuku fal më sa sejdë, ja kanë hudh atë plancin mbi kokë. Edhe ja kanë thonë frikë. Do më thonë kanë nënçmu shumë. E Fatimia 10 vjet i ka pas, radhiyallahu anha, kur e shef ashtu vrapon, me zive se mund 10 vjeçare plus vajzë, sa ka mundësi me lëviz atë plancin 50-100 edhe më shumë kilo. Mirë, po disi e kanë ndihmu, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj shpëton nga ajo fatkeqësi, nga e ndodhi, edhe përqafon vajzën e vet Fatimën dhe i thot, mos qajo i bija ime, se Allah subhanahu wa taala është me ne. Amo është mërzit edhe Muhamedi sallallahu, po është mërzit Fatimia dhe thuhet se në histori deri sa ka vdek, këtë nuk i ka haru. Asnjëherë nuk i ka dalë mend se çka i ka ndodhur babës vet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të dashur vëllezër, në histori ka ndodhur një histori shumë e dhimbshme në Mekë, derisa muslimanët kanë qenë në Mekë. Këto i kanë izolu, mushrikët e Mekës i kanë izolu 3 vjet. I kanë izolu me një vend shkretin, i kanë rrethu, ka thonë jetoni aty, nuk u kanë dhonë ushqim sa duhet, nuk u kanë dhonë ujë sa duhet, dhe nuk i kanë pranu me bon tregti, në treg si kanë pranu. Do më thonë gjithë shka, ato kanë pas mangët, ushqim, ujë, gjithë shka. Vetëm u kanë dhonë nga pak sa mos me vdek. Kjo quhet bojkoti i uris që e kanë bo mushrikët e Mekës ndaj muslimanëve në krije me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po Fatimia ka qenë shumë e re në këtë rast, edhe e ka pa nanën e vet se si këtu ajo histori ka ndodhur, ose more nga uria, nga problemet, Hatixha radhiyallahu anha, edhe vdes nga problemet që i kanë ndodhur muslimanëve, shumë tjerë kanë vdekë, por në këtë rast ka vdekë edhe Hatixha radhiyallahu anha. Fatimia normale, si vajza që mërzitet për nanën, nuk do me thonë që djemt nuk mërziten për nanën dhe për babën, po vajzat janë pak më të dhimbshme në këtë rast. Ju e dini bile
ma mirëson. Të dashur vëllezër, i vjen rasti Rendi dhe Fatimës mu martu. Ju e dini që Fatimi është martu me Aliun radiallahu anhu. Mirë po, çfarë martese kanë bën këta dy, edhe çfarë martese pretendojnë fëmijët e tonë me bën tash. Për shembull, nëse një martesë para 30 viteve ka kushtu, ku e di, 5.000 mark, a 5.000 euro, tash 5.000 euro na shkojnë vetëm për një natë qefe me mu. Edhe me e keq ja, se nejse themi, vallahi që kena punë të mirë. Nuk e kena këtë, nuk e kena po 5.000 euro me bro me argjohë. Po, si kena punë të mirë, si kena punë të mirë, si kena, jo vallahi mirë kena punë të mirë, po si themi të ne atë fjallën, i shtrin këmbët, se e keje cergën, apo? Tash nëse e kalon këtë, atë normalit, s'kena me pas punë të mirë. Të ndërshëm vëzër, çfarë dasme kanë bo, para me dhe kanë bo një dyshek të barit. Jo dyshek që kur dash, i zjedhin, vallahi ki dyshek, mirë, ama pak i fort, ka ma të bute, ka ma të mire, ka, qefi, plus qefi ma e mas Istanbuli kanë. E Aliu me Fatimen kanë pas një dyshek, ta them, dyshek, ama të barit, me bar. E dita, një e kanë pas të di për me pi ujë. Kur pi njëri, tjetri prit. Ne tash, në për ato kuzhinat, ka sa gota i kemi. Gota për çaj, gota për ujë, gota për këtë, gota për atë. Mos thamë për tepsia, për luke, për atë. Shumë të mire. Do me thonë e kanë pas një ose një, si të them tash, për me pi ujë. Edhe treta, di tasa balte, edhe e balta ato tasa që kanë qenë për para, për ushqim. Ka prej balti kanë bo, kur janë thatu janë bo tas, ose sahana. Për së një sopa, nuk e di unë, Allah alem, qka kanë pas musime, pas me hangë. Kanë jetu në varfrit madhe, Fatimja me Aliun radiallahu anhu. Por me respekt në me të vete, qëfar punë ka ba Hatijja? Në falni, Fatimja. Vajze Muhammed dhe Islam, tash para me dhe gratë e tauna, s'kanë fort me rak me punu. Dy sikret, du në Ndalinski, në duk me pas punë. Tak. Me pas mundësi dhe ato perdë, dhe po, i ka dalë tash, e qelë, tap, e mshelë. Me pas mundësi dhe ato makinat që i lojnë teshat, tak, qkone e makina i merë teshat, i lanë, e i nxere, i thane, i hekurose, hiq, ato veç me ndukme, veç. Nuk thamë që ne ma të mirin, atash. Sa më të folë kundra gjinis femrore. Se dhe ne dembelejna, me në lonë qajtore, së në shkonë menja u këthi të shpia. Po thamë ku ka arrit puna, se për para nanat tana, motrat tana, sa janë lodhe, sa janë mundu, e tash një sa të mira kemi, ama prapë nuk dim me thonë, alhamdulillah. Nuk dim me thonë, o Zotë, faleminderit. Të ndeshë vëzër, ka blejt dron Fatimja, vetë ka dalë, ka blejt dron. Ka shku uj, ka nxjerë me kofnë për ato bunaret, ju e dini, ma të vjetri, tu e dini bunarit që me thonë. Ta është le ujnë, qesh me të shpia, edhe na vinë mërzi, më lëvis, më shmani bartak uj. Po pse vëtë, asë mundish veta, se me dhonë uj o se vapë. Banë edhe ti një se vapë dhe njerë. Pa morë parasysh. Sa, më si shifë punë, ma i vetër ajo. Unë e du të mi mushë, jo, uj me mushë, nuk ka ma i vetër, ma i ri, se vapë. Drithin e ka blej vetë, edhe e ka blujt vetë. Edhe ka gatu normale, ka pastru, i ka rritë fëmije, kështë të mëra. Edhe durët, shpesh herë ju kanë qa, nga puna, me drojë, me toke, me... Loj, kitë punë të rande i kjo. Ju keni me thonë ku ka qenë Alija. Alija ka qenë me gjihad, me luft. Me gjihad, me luft, me gajle. Edhe i punë të veta, të përdiqme, me shteti nuk ka marre, me probleme, po dhe
edhe e ka ndihmu dhe njerë sa ka pas mundësi. Edhe Aliu radiallahu anhu e ka pas se ki zanë shumë, edhe Fatimi shumë për lodhët, edhe i ka thonë, lipjave Muhamedit e Islam një shërbetore të ndihmoje, kur e ka ndëgju Muhamedit e Islam, këtë ka thonë kështu, bënja men. Atë ju mësojt diçka ka thonë, për gratë vlenë kjo. Më mirë se ta keni ka një shërbetore të shpia, edhe u ka mësu me thonë kështu, 33 herë, subhanallah, 33 herë, elhamdulillah, 34 herë, Allahu Ekber. Jo zvlenë, jam të folë tash për të tespit që i bëjmë mas namazit. Jam të folë kjo, nëse do të me bon tespit në natën, se të kam kujtu natën, 12 natës do me bon tespit. 33 herë, subhanallah, 33 herë, elhamdulillah, 34 herë, Allahu Ekber. Kjo është më e vlefshme dhe më e madhe dhe më e mirë se sa më e marrë një shërbetore të shtëpia me të ndihmu. E të cilën e ka zgjedhë Fatimja? A shërbetoren? A adhurimin dhe Allah subhanahu e ka zgjedhë adhurimin dhe Allah subhanahu wa taala. Të ndeshë vëllezër, sërë që ka shku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam luft, e Aliu radiallahu anhu në luft, Fatimja ka ndejtë vetë me fëmijët e vetë të shtëpia, është përballu shumë herë me uri, s'ka pas ujë dhe bukë. është përballu me lajmet që e kanë sjellë rreme, që e kanë vrarë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Uhud, e kanë vrarë këtë, e kanë vrarë atë, edhe Aliun e kanë vrarë. Domethënë është ballafaqu me lloj-llojshmëri të gajreve, të problemeve, të përsekutive në nshmime, mirë po, ka bon sabër se ka qenë fisnike me moralin më të lartë që ka mundësi me pas një grua. Cilët kanë qenë fëmijët e Fatimës radiallahu anha, jo dy e dini, dy fëmijë jam i sigurt që e dini këtë. Ato janë Hasani dhe Huseini. Mirë po i ka pas e tjerë, ka pas një vajzë me emrin Kulthum, ka pas një vajzë tjetër me emrin Zeynep, edhe ka pas një djalë tjetër me emrin Muhsin, ama ki Muhsini ka vdek shumë i vogël. Si ka kalu ditët e fundit Fatimja radiallahu anha. Kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte në shtratin e vdekjes, para se me vdek, e thiri Fatimën, edhe i pëshpëriti diçka të veshi, Fatimës, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të veshi, të regoj diçka. Fatimja filloi me qajt, pastaj prap i foli diçka të veshi, Fatimja filloi me qesh, edhe pas pak Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vdes. Edhe këta ta është interesu, janë mërzit shumë. Para me ndezë të Omeri, ku ndëgjonë, ka vdek Muhamedi sallallahu shpatën, kush thot që ka vdek, kam ja prej kokën, ato problemet, ato mërzijat që ka ndodhë. Edhe këta i thonë, po, shallojnë, Fatimës, apo na tregon pse qeshe njëherë, e pse qajte njëherë. Ta të parën herë, kur qajta, më thanë vesh, oj, Fatime, bënu gati se baba jotë ka me vdek, unë ka me vdek. Tha u mërzita shumë dhe qajta. Po thot pas të pse qeshe, po thamë, pas një kohë, shkurt nuk shkon, edhe ti ki me vdek edhe ki marrë në gjennet me mu dhe kina mu taku. Tha atëherë edhe qesha. Në të shëmë vëzër, Fatimja i ka thonë një fjallë, disa fjallë të famshme që në histori i thotë, o baba im, o i dashur im, ty u përgjigje thirrjes së Zotit. Dhe më thonë, gjithë shka e ke realizu, obligimin që Zotit të ka thonë e ke qunë vend, edhe pse ke vdek me një obligim të realizuar ndaj Allahu subhanahu wa taala. 6 muaj, pasi që ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atëherë vdes edhe Fatimja radiallahu anha, e cila kur ka vdek i ka pas 28 apo 29 vjet. Normale që nuk ka marrë burrat më mërzit kur të vdesin gratë. Unë e di që shembull gratë mërzitën kur të vdesin burrat. Apo dhe burrat, si për gjunarin ana që di. I ka vdek gruaja e mos i njëri huj. Po të ne, unë të tregohet se të ne si ndo. I ka vdek gruaja, dhe më thonë, as të vori nuk afrohet, as atje të gjenazja nuk rri afër dikun. Dhe si për gjena? Po jo, vëllai, ti i pari ati.
Leni ato muhabete, ato, i kina ato masalla ne. Si të vesi gruja, buri, mo, del për një qaj, jabe. Nuk kanë regullë. Këto muhabete janë muhabete todave, nuk janë të fejsë. Nuk janë të fejsë. Në më thonë, nëse Zotin asë provon, në kanë vdek gratë, për në me kena mu mërzit, ama a banë me kajt një në kishtë tonë. Po edhe në mësë me banë me kajt, a mundesh me të ru pa kajtëse. Po se qërisht ata që i kanë bo 30 vjetë, 40 vjetë me gratë e veta. Po pse mësë me qajt, be? Fundit, pse qenë ka mare me qajt buri për grën e vetë? Valla nuk ka mare hiqë. Po të regon respekt. E korrik shtonë. Do me thonë mundet me thonë të këshe, ato bon qefi që të gjgruja. Jo bes më ka po, pak banu be të qka, lëviz të qka. Banu artist pak përse për një me i mërzit pak. O vlezër, do me thonë Aliju radiallahu anhu, kër i ka vdek bashorët e vetë, vallahi u ka mërzit. Pasha Allahu nuk ka mërzit. Othmanin e pasë sa u ka mërzit, kër i ka vdek gruja e pare, pas e gruja e dit. Për atë qak, janë do punë të ne që kanë mejtë në histori, ama nuk janë as të fejës, as të kambit. Për atë qak, unë jam dyke, i potencuar dhe i përmenë që nuk ka marrë më mërzit, kur të në vdesin gratës e grave kur të vdesin burët, e shumë normale. Fatimi radiallahu anha mbetet në histori si gruaja më e pastër të ndryshëm vëllezër, më e devotshmja, më e afërta me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nana Hasanit dhe Husajnit radiallahu anhuma, dhe një shembull i lartë i moralit në historinë e njerëzimit. Për atë shkak gratë e tona, motrat e tona, bijat e tona, nanat e tona, është mirë që të lexojnë historinë e të gjitha vajzave të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, historinë e Hatixhes radiallahu anha, historinë e Meryemës radiallahu anha dhe historinë e grave të devotshme kudo që janë në botë. Inshallah Allah na udhëzon e të gjithë së bashku xhenet na çon. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nëse do më thonë imami e ka dersin në Ikindi, imami i xhamisë tonë Hoxh Zenullah Sadik. Urdhno kush ka një pyetje? Po, zirasim, se thonë ditë vejtë, kjo e vinë si kur mu pregadit në ditë. A ka dikush tjetër, se sa interesant vështim e vetë. Po, lene, s'ka. Majsi s'ka dikush tjetër, faleminderit, Zoti ju rujt. Selam alejkum.